Poetika e veprës letrare të Ridvan Dibërës u titulua kështu konferenca shkencore organizuar nga Departamenti i Letërsisë i Fakultetit të Shkencave Shoqërore pranë Universitetit Luigjë Gorakuqi. Në këtë aktivitet u trajtuan aspekte të rëndësishme të krijimtarisë së shkrimtarit Ridvan Dibra, një prej zërave më origjinal të letërsisë bashkohore shqipe. Jemi mbledhur këtu sot jo thjesht për të folur për një emër të njohur të letrave shqipe, por për të nderuar një krijues që ka sfiduar vazhdimisht kufitë e gjuhës, formës dhe mendimit letrar. Vepra profesor Ridvan Dibërës është një univers në vete, ku absurdi dhe realiteti ndërthuren, ku ironia bëhet një mjet i thellë filozofik dhe ku fjala merr një peshë të jashtëzakonshme në zbërthimin e njerëzit dhe shoqërisë. Studimi i veprës letrare të shkrimtarit Ridvan Dibra i shërben edhe vetë studimit letërsisë bashkëkohore shqiptare, e cila për shkak të afërsisë kohore me studiusit, ose që studiusit kanë aktualisht me të, kanë mbetur relativisht e pa studiuar. Me sa kanë vënë re, shumica tema ju kushtohet në arritje të autorit si romancier. Ndoshta jo rastësisht, por sepse Dibra është i autor i mbi 18 romaneve, 8 përmbledhje me tregimin novela, disa drama, një poeme e tjerë. Një pjesë e veprave të tij janë përkthyer në disa nga gjuhët kryesore evropiane dhe ballkanase. E rëndësishme është që unë të ndihem më shumë krenar për ty dhe të konsideroj jo thjesht si vazhdim e pjesë e imja, por si tejkalimi i im në të gjitha pikpamjet, në të gjitha. Ky libër është distancë kohore mes brezhnish që merren vesh në heshtje, në hapësirën universale të homo sapiensit sotëm, me një klim të kërcënuar nga vrimat shpellore në shtresat mështjellëse të ozonit të shpirtit. Veç shkrimtari Ridvan Dibra falendroi organizatorët dhe studiuesit për vlerësimet dhe analizat e thelluara mbi veprën e tij letrare, duke theksuar rolin që ka universiteti në nxitjen e leximit dhe mendimit kritik. Jam përpjek me dhënë më të mirën teme, dijet, korrektese, por ka marrë shumë prej tij. Së parit nuk tjera kam thënë herë tjera, por e gjithë vepra jemi, me përshtim të ndoshta 2 veprave të para, është shkruar në mjediset fizike të universitetit. Në fillim tek rektorati kur isha përgjegjës kulture dhe më vonë në mjediset e katedrës këtu, fakulteti. Tjetër, universiteti më ka garantuar një farë sigurie, po them, ekonomike, çka për një shkrimtar shqiptar është e pamundur të mjetoj, është më shumë familjar, të jetoj me veprën e tij. Universiteti më ka dhënë të garanci. Kam pas lexuesin afër, sidomos në vitet kur kishte edhe shumë student. Dhe kontaktet e mia me lexuesit jam kritikuar shpeshherë. Nuk kam pas nevojë të organizoj takime me lexues. E kam pas aty lexuesin e mirë, lexuesin e zellshëm, model. Në 2 sesione paralele, studiues dhe pedagog nga Shqipëria, Kosova dhe Malizi trajtuan tema që lidhen me figurën e shkrimtarit, strukturën postmoderne të romaneve të tij, raportin me mitin, psikologjinë e personazheve dhe eksperimentimin gjuhësor.